Të dashur qytetarë të kryeqytetit, ja që ka po ndodh këtu në qendër të kryeqytetit, në sheshin George Bush, me presion nga ministri i punëve të brendshme, me presion nga ministri i kulturës, i detyrojnë dhe i shfrytëzojnë këtu policinë që në ndërprejnë punimet. Punimet të cilat thonë që kjo gjysa e rrugës anej qenë ka e mbrojtur, ndërsa gjysa e rrugës kënej nuk qenë ka e mbrojtur, edhe ne mundemi me vazhdu tash vetëm në këtë anë, po jo në atë anë, se kjo asfalt është i mbrojtur. Pra e shfrytëzon kjo qeveri në ikje të gjitha instancat në mënyrë jo ligjore, sepse nuk kanë asnjë bazë ligjore, nuk kanë asnjë dokument ligjor për me ndërprej këtë punë, dhe ja që e ndërprejnë. Edhe nuk ja unin që humbin kohë për qytetarët, për fëmijët tanë, pra për aspekte puro politike, na penturojnë të zbatimin e punimeve në sheshin George Bush. Ne do të vazhdojmë me punë, edhe normal që do të tregojmë edhe kallëzime penale për të gjithë ata që na pengojnë zhvillimin e kryeqytetit. Faleminderit.